Turpi ndaj Zotit Xheleshanu është 6 llojesh. Turpi si rezultat i mëkatit të bërë, i gjinahit të bërë. E dim rastin, respektivisht e kemi dëgjuar se kur Ademi alayhis salam hangri nga pema e ndaluar, ai filloi të vrapoje duke qenë në xhennet. E Zoti i madhruar i thot: "O Adem, a prej meje hikën?" Thot: "Jo o Zot, kam turp prej teje, prandaj edhe veproj një gjë të tillë." Turpi i ditë është turpi i mangësisë, i nuksanllëkit. Sado që adhuron Zotin Xheleshanu, nëse nuk ke turp se je i mangët në adhurimin tënd, dije se me turpin je i dobët. E keni dëgjuar fjalën e pejgamberit alayhis salam, i cili thot: "Qielli ka drejt të rëndohet, nga se në çdo pllën të qiellit ka një melek që adhuron Zotin Xheleshanu. Edhe kur dalim ditën e Kiametit, melekët i paraqiten Allahu Xheleshanu me fjalët: Zoti jon, kemi turp të dalëm përpara teje, nga se jemi të mangët në adhurimin tonë ndaj teje." 24 orë melekët e lusin Allahu Xheleshanu dhe përsëri kanë turp të dalën përpara Allahu Xheleshanu, nga se konsiderojnë se ibadetin që i ka thirrë ndaj Allahu Xheleshanu është i mangët. E kemi disa njerëz prej nesh që e përdorin fjalën: "E nëse nuk më çon Zoti në xhennet, cëllën do të shkoj tjetër?" Krahason një fjalën e melekut me fjalën e këtij personi. Turpi tjetër është turpi i thua Zotit Xheleshanu jo. Çdo urdhër të Allahut, e çdo ndalesë të Allahu Xheleshanu, turpi e çon njeriu që të jetë rob ose të jesh rob me plot kuptimin e fjalës ndaj Zotit Xheleshanu. Të vjen turp kur vjen koha e sabahut drekës, të vjen turp kur e sheh një mëkat se bëhet, të qëndrosh indiferent, por me njëherë aktivizohesh duke e larguar haramin dhe duke i thënë po urdhrit të Allahu Xheleshanu. Turpi 4 është turpi nga mirësitë e mëdha që na ka dhënë Zoti Xheleshanu. Ka të kthehemi, kemi mirësi, ka kemi bollëk. Edhe kjo e rrit ndjenjën e turpit. Lloji i 5 i turpit është turpi si rezultat i dashnojës të madhe ndaj Zotit Xheleshanu. Pejgamberi alayhis salam e bonte një lutje duke thënë: "Allahumma inni es'aluka min hubbik wa hubbi man yuhibbuk wa hubbi kulli amalin yuqarribuni ilayka." O Zot, kërkoj dashurinë tënde, kërkoj dashurinë ose dashnojnë e të gjithë njerëzve që duan taj, e kërkoj dashnojnë e çdo pune që më afron tek ti. Turpi ose lloji i 6 i turpit ndaj Allahu Xheleshanu është turpi si rezultat i madhështisë së Zotit. Ju e dini të gjithë se kur Muhamedi alayhis salam shkon në Sidratul Muntaha, i shoqëruar me Xhibril Aminin, kur mërin e Sidratul Muntaha e sheh Xhibril Aminin të ndalur, e i zvogluar si një pupull e lagët. E kupton Muhamedi alayhis salam se deri në advent Xhibril Amini ka pas të drejtën që ti afrohet këtij vendi, e më tutje jo. Nga friga, edhe pse ka qenë melek madhështor, meleku bajdashët tek Allahu Xheleshanu, por pejgamberi i Zotit sallallahu alaihi wasallam e ka pa si një krijesë tepër të dobët, tërshi madhështisë së Allahu Xheleshanu. Dhe Zoti Xheleshanu që turpin na bëje një moral të dashur për ne. Dhe Zoti Xheleshanu që turpi të jetë prezent në mesin tonë, e kur është turpi prezent në mesin tonë, atëherë edhe harameve, edhe ndaleseve, shpejt ju largohemi.